E kemi tani më në studio Kauli Aziri, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit shumë aty për ftesën. Nisrat Aziri, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit pejte që je shumë i shpejt. Njësiti për reagimin e shpejt. Po, për reagimin e shpejt, prandaj edhe ki qëra shikus të ndëruar. Unë edhe Kaulja kemi punu, mboti për të punë. Po edhe trenerin e keni. E vërtet. Po do ndalëm temë. Po dalim te Kaulja, pasi besoj që kjo përjetimit i ka pas shumë të forta. Kampionati mesdhetar në Zagreb del me medaljen e artë, kampione e kampionatit mesdhetar. Çfarë ndjenja është? Ka qenë emocion i ri, bële kur vi ke puna tash ftesat për intervista, thesha nuk e dija ka me ditë me fol. Se është një ndjenjë që veçe përjeton edhe nuk mundesh nashta me përshkru plotësisht qysh je duke u ndjetë në ato momente. Do të thonë sa do të fol pak është një farë bushllëku që s'mundesh me tregu për një me të vërtetën. Ka qenë një ndjenje jashtëzakonshme, kemi shkruajt histori me këtë medalje të artë. Kështu që me qenë unë ajo sportistja që e bëj këtë mundur, ka qenë një ëndër që kom punu shumë për me realizu edhe shqyr zotit e kemi mbri, po besoj që kemi me vazhdu ende në këta hapa për shkak që janë hap shumë dyrë të reja dhe shumë dyrë ma të sigurta, gjatë që na jep ma shumë konfidencë për me vazhdu. A është kjo momenti kur edhe vetë si sportiste bindësh që puna nuk humb kurrë? Se ndodh që e ke përvu ndoshta 3-4 herë ke arrit deri afër, po nuk e ke mri këto ku ke mri tash, po kur e mrin, a është kjo një farë lloj përgjigjje që e merr sportisti, ku thuhet që po, puna në fund shpërblehet? Faktikisht kjo ka qenë ke çelësi i kësaj pune, për shkak që na kemi marrë pjesë edhe në kampionate tjera, për shembull, tash në fund të prillit, në fund të marsit, fakt që morëm pjesë në kampionatin evropian juniorëve, unë mbrita deri në çerek finalës, po nuk mujta me mbri me siguru medaljen për shumë pak pike dhe Chelsea ke për mos me u dorëzu, do me thonë, ke ndoshta një farë dëshprime që nuk mundë me mri me marrë medalje për Kosovën, po nuk e ajo që më dha mu shumë presion për me u dorëzu në ato momente. Për shkak që e desha që kam shumë kampionate që më presin edhe shumë kampionate ku muj me shëndrit haloma shumë. Po nuk është e lehtë me pas asi mentalitet. Normalisht që po mu ka dorë shumë punë, po kum pas probleme me çdo gjana, po e kum arrit deri në çat pikë për deri momentin e fundit mos me u dorëzu për shkak që në sport gjithçka ndodh. Prandaj këtu edhe shoshiten ata që janë për nivel më lart edhe ata që nuk janë. Shumë e vërtet. Pe heqim petkun e trajnerit, trego më pak momentin si prind. Krejt ato që ke përjetu në Zagreb. Shiko, unë si trener edhe si prind, unë i bëj shkputjet të lojtarët. Po, normalisht, nuk i përzin djenjat, për shembull pse kam qik Kaulën edhe me bë dallim për shembull ose me lojtarët e tjerë ose po prap ato ndjenjat, emocionet nuk s'na jem njerëz, na si jem robota me kliku një botan aty edhe me thonë. Është problem. Kur gëzohesh në sukses, edhe kur dëshpërohesh sepse ti kur e sheh një lojtar që nuk e ki lidhjen familjare, nuk e përjeton rën, sikur që përjeton kur e ki edhe fëmijë tanin. Sikur suksesin, sikur humbjen, sepse ti e shet u vujt ata e ti e përjeton ata, dhe pse në kësi raste kushdo që ti shkon në pozitën e Kaulës, aty unë jem të mbrojt shtetin. Domethënë nuk bëja si krahasime. Nuk ka qenë lehtë në asnjë moment. Gjithherë ku menu që ka me qenë e lehtë, adhen ku menu që jem shumë i fortë, adhen unë i përballoj, po në ato momente kur ka fitu kjo, normal, Kaula edhe eri, edhe që e spjegoj ma herët ACC-n para një viti, tani AUIC-n, edhe u afru shumë afër, edhe unë si trener, se dhe trenerat dallojnë, se trener shpesher puna të regon që nuk je për trener, se ti dush shumë gjana dhe mi analizu për mrena. Unë gjithherë e kum pasën si pik dopt se këto ashtu e përsiel që ajo për pak. Edhe të përsiel si hije, edhe ajo të mund ty nëse ti nuk mënësh me te i kalu. Nuk mënësh me te i kalu. Edhe në këtë rast kemi fitu lojën e parë, duelin e parë kundër
shqyqër zoti, ka derë zoti me na pru me luftu për Kosovën pikërisht kundër Spanjës edhe kundër Francës edhe Greqisë. Domthonë dy shtete, pe këtyre 3 shteteve, 2 shtete që s'na njohin, e i kemi shtimin na njoft, edhe me na respektu. Mirë po, kemi qalu pak edhe kemi ardhur në finale, tash po duhet edhe me javë tregu shikuesve pse teve jetu e bajtë medaljen. Ka një moment krize ku unë e pashi po dojna me hub. Po flasim për finalen. Për finale. Emocionalisht, situata është që mos me mujt ma me fitu. Edhe kur u afru ka ula, e ku mu lafër, thash, a din qaj ke thonë na imit edhe kushtrimit? Thash, ka kimi u thonë kur të shkojna, edhe u konë gjujtja e tretë, sper, strike, sper, kurse Grekja ishë në 4 strajka. Që do të thotë ajo e dominoj, aty s'ka pas veç teorikisht ke mujt me paramenu. Gjasa reale matematikisht e ke pas gjasat, matematikisht e ke pas gjasën që do të thotë teorikisht. Po do të më konë perfekt. Po, i bojna këtë strajka, fitojna. Po ajo, nëse s'vazhdan me strajka, nëse ajo vazhdan, edhe atë moment veç u qumë ka këshyrë njerë, edhe u lidhës 6 strajka renja ja ka renit asaj. Edhe faktikisht ajo aty e ka dëshmu ka ula pse gjatë gjithë kampionatit krejt shtetet ju kanë frigu. Kësaj na aty ardhë dhe treneri grek tha na kemi ditë mëti që ti jetu e kriju një monstrëm që ka më na hongër kejve. Tha po kjo ke momenti kur kjo e qiti ju tregoj edhe tjerve se aty ju në kom për mi 5-6 shikus të gjitha shtete, po për momentin ju në kom shikus të ka ules. Kjo i bani ata me aplaudu për këto, edhe me ardhë dhe me bo video, dhe me bo fotografi, edhe me aplaudu që realisht na ishëm 4 vetë, unë e ka ula dhe 2 lojtar, në ata ishin më stëm 20 fesh ma shumë se sa na, po gjdo strajk i kësaj na gjdo levizje, faktikisht kjo u konë një krenari e veçant mi u tregu atynev se shqiptarët jenë kash luftarak. Në momentet kur duhet, dalin si përfaqe. Sa që mi u tregu se na jem popull që e dojna lirin edhe jem popull me talent, po na i na konë të rëbnu. Momentin që i na shliru, na jem të ju tregu krejt botës se kush jem. Në atë moment kër e këm ngrit flamurin edhe ja ka njës himni, këm menu gjithë që këm mu emocionu për shkak gjanav që i kimi arrit. Po pse më kujtohen mu prej viteve 80, kush ka kontribun këtë vene, kush ka derë gjake, kush ka luftu qa ka bo, nuk mujt me menun ata pak sekunda që mu krejt fotografit. Edhe me të kalzu drejt, tani emocionet leja dit që na traltun, dit në kuptimin që sune mo isha edhe mas ju kry himni, shkua me bo foto, nuk më isha me mojt vetëm, po bëj me thonë që edhe dejt nesrit në sabah. Për vajzat, baba është herojnë, thojnë za që përkujdeset vazhdimisht në rrugtimin e tyre. Qysh ka qenë për ty emocionalisht, kur e ke pa babën në ato emocione? Se e ke vrejt, besoj nuk mundet me tik. Mos më shte, me vol për këse tema. Mos më gushto. Ja s'kon qarë, se njerëzit realisht, po edhe dëgjust, kanë qef me ditë këtë pjesën tjetër që nuk shihet. Se zakonisht sportist tregon të fort, momentet kur garojnë e gjithçka edhe përmbahen në shumë të në rasteve nga emocionet, po besoj te rastit e te është pak më ndryshe. Po, na gjatë javës kemi pas edhe kompeticione tjera, edhe gjatë javës unë e kum hup edhe një shansë për një medalje tjetër, edhe u dëshprova gëgjë shumë. Edhe fillon njerëz që ai kish më afër, a din dush mundi krenare për vetën një re edhe e din kapacitetin tënë, dush me bu krenare vetën, nuk ka lidhje pse nuk e fitu medalje, ti pak prap kem ri, unë veç e përmbledha me një fjali, thash, unë juve ju kum bu krenare, unë këto e kuptoj, e kum bu të gjithë dhe unë e di që ju ma dini mu të mirën, po disa të vjen momenti që unë plotësisht e bëj babën të am krenare, unë e kur nuk kum bu asgja. A dhe në mundova me përmbledhën që ato fjallë, gjë që ndoshta tregon edhe shumë, po vazhdoj edhe pak. Babi mu më ka pru në botën e bowlingut, edhe jam falenderuese çdo moment që edhe unë kum pas një farë lloj interesimi, po ndoshta
pa punën edhe pasionin e babit që çdo ditë më na çon neve lojtarëve të ri përpara, nuk besoj që kisha mbri këtu ku jam. Edhe që shtregoj domethënë ai momenti tek himni ku e ka ngrit flamurin edhe pak u emocionu. Unë në atë moment jam kontu e kënu himnin edhe veç jam kthy për një moment edhe kum pa babin pak të lutu edhe në ato momente domethënë kum thon ja dola për shkak që e pash babën tim të i pas këto emocione dhe në ato momente domethënë jam emocionu edhe unë e kum ditë që si ta dëgjoj himnin e Kosovës për herë të parë kam me çojt. Po nuk e kom prit që ka marr bash deri në çat moment kur e shoh ndoshta edhe babën tim me çato emocione gjatë që nuk e kom pa asnjëherë, po e kam krah djath sikur babin po të njëjtën kohë edhe mamin tim prindën tjetër. Po normalisht kontributin më të madh sa i përket profesionalizmit edhe sportizit edhe e ka dhënë më shumë normalisht baba që jam shumë krenare çdo ditë për këtë gjë që ma ka mundsuar edhe Zoti po edhe puna për kushtimi i tij. Në sreti tha, më dolën fotografit prej të dhjetave prej atyre që kanë kontribu. Çaj momenti të himni flamurit e pamë dhe fotografin, e pamë dhe lot të tu duke rrjedh, çka realisht shkoj në përmendje në ato momente? Unë kom lind një vet pas pavarësisë, domethënë nuk kom mujt me shiu ditën e lirimit. Po unë kam një farë dashnie për Kosovën edhe pse jam shumë e re. Gjithmonë e kom pas ëndër me po Kosovën në podium. Unë e di që 17 vjeçarët ose 18 vjeçarët kur janë kohën e luftës u dasht për me mbrojt familjen e tyre ndoshta me veshë dhe uniformën për me dal, ndoshta një gjë që është pak absurde me mendu, po ata kanë luftu për liri, e kanë dhënë kontributin e tyre, edhe faleminderit atyve që kanë marrë zemrën edhe kanë luftu për kombin e tyre për me pa këtu ku jemi na. E mu në ato momente veç unë ka ra ndërmend që ata farë kontributi kanë dhënë, edhe tash na si Kosovë, si rini, çfarë mundësi kena për me bo kontributin tonë për shtetin tonë. Edhe unë e kom pa që do me thonë këto vite e kom arrit sa do pak atë gjë, po kë ka qenë ai momentumi ku kur kom dalë me ndëgju himnin e Kosovës, kom thonë edhe është kontributin tem edhe që kjo është momenti jam. Bona diçka për Kosovën edhe është të shkruar në histori, nuk mundesh me fshi atë shtet. Kjo këtë ka qenë çka më ka ra ndërmend edhe do me thonë momenti kur jam emocionu është kur e kum pa babin që thash më herët edhe më një herë kum ditë se çka i ka ra në mend atina për shkak që baba jam e gjyshrit e me kanë përjetu luftën edhe kur më tregojnë gjëra që na si popull kemi kalu edhe sfidat që i kemi kalu për me mbri këto ku jemi, është pak e rëndë për me u dëgju ndoshta nganjëherë edhe pa besueshme, po janë faktet, është historia edhe pse tash na mos me kontribu për Kosovën kur e kemi lirinë dhe kemi këtë mundësit, pse jo. Fantastike. Nusret, në ngujna kongën a me delis shpesh. Beson që aty do shta me dojnë. Na shpesh e përmendim fjallin patriotizm, po patriotizmi është dimenzioni gjanë. A është qështu suksesi i këtij llojit patriotizmi modern? Se ti lufton për shtetin. Suksesi sportistit, ngritja e shtetit. Unë shpesher i kom thonë ka ullës ti e ka në re në luft, edhe nuk e mujt me kontribu që kjo është lufta jote. Si cili do të me luftu për shtetin e vetë në mundësit që i jipën. Në sferën që ka zgjedhur me vepru. Unë gjithherë javë kujtoj edhe javë rikujtoj këtyne se çka ka përjetu ky vend edhe na për çka ka kalu, edhe në çfarë situate jemi kanë edhe në çfarë jemi sot. Nuk e thash në formë sarkazmës që na ngojna kongën e Ahmed Elise, kush e ka nguë din çka përmend aty dhe çka përmendet, kështu që nëse na nuk e edukojna fëmijët tonë ashtu, atëherë kush ka më armë na eduku? Ose nëse i lëm fëmijët tonë më na eduku, dikush ka më na eduku kundër neve. Kështu që ajo pika patriotike do të më umoj gjallë gjithë. Na nuk do shta me potencu, po masi hinëm në këtë pikë pe potencoj që na një ditë para se me fitu garën në Masters, na kemi lujt kundër Serbisë me një pistë. Edhe i kemi përjetu brohërimat e tyneve dhe formën se na e dim edhe kur brohërasin, gjenerata jonë katërit nuk e din. E këta e din në çfarë lufte jem kanën, në çfarë zhurme,
në mesin e lojtarëve të mirë dhe tynëve, çfarë zhurmë dhe çfarë presioni ju mundu me bota ta, sepse unë kam përjetuar çdo moment, edhe kur ka ardhur një moment ju më thon këtynëve, thash a pe shefni që nuk e kam pas lehtë atëherë në Beograd kur kanë luajtur futboll. Djemtë tonë. Ai në të e pas sa vështirë kam pas atje, se i kam pas edhe një 5-6 mijë shikues për mi kanë sulmu. A u kupton? Mon janë çështje që në raste të caktuara ti dush me ditën edhe çysh me reagu, edhe dush me ditë vlerën çdo kojna para teje që ka kontribu, qoftë në luftë, qoftë në shtet ndërtim që sot ti me pas çit mundësi. Se kanë hap rrugë. E kanë hapën rrugën, ti kanë hap mundësit, ti kanë hap dyrë e sot me punu. Normal që na duhet me falenderu Ministrinë e Kulturës që tash këto 2-3 vitet e fundit domthon na ka ndihmu kohë shumë, sidomos me ngritjen e vlerës të pikëve të federatave është ngritën edhe faktikisht buxheti i federatave, kur ngritet buxheti i për mundësitë me investu më shumë me punu edhe në këtë rast duhet i falenderu ata shumë, edhe normal që ky sukses është edhe për ta, sepse ata ju kanë gjetë federatës në kuptimin jo federatës tonë, po të gjitha federata, po në këtë rast tonë këtu po flas për federatën e bowlingut. Me ngritjen e buxhetit të federatës bowlingut, federatës ju kanë hap dyert me investu më shumë edhe me punu. Kështu që falenderim pafund për Ministrinë e Kulturës edhe normal për Federatën e Bowlingut që për çdo gjë që unë e bëj një kërkesë që duhet me punu në këtë drejtim, federata është gjithë afër se kanë herë nuk është më rëndësi me pas një njeri të zgjut afër vetit, po është shumë e rëndësishme edhe ti me kuptu se çka është të dashtaj, se unë kom nis me punu me gjenerata të reja që për 2-3 vite ose 4-5 vite të ardhshme na më kanë dominant në botën e bowlingut, sidomos në Evropë. Po kjo është puna kur bëhet me planifikim. Çdo herë dush me punu nuk ka rënë suksesi i momentit. Unë e kam lënë me tregu drejt se unë jam kampion i 4 fesht i Kosovës edhe i kam tituj që nuk ka ula e di që ma ka lënë edhe këta djemë të ri që janë tu i bo dhe këta nashta kanë me ma kalu, po kanë më bo kategori qatë që forcat që nashta nuk kanë me mujt me fitu qatë tituj sa kam fituone, po unë e kom lënë edhe vetën anash, dhe mon e kom largu, nuk ka let mës me marë pjesë nga gara. Po unë jam i knasht kur unë e bi puna jam edhe se këta janë artistat. Po unë jam veç regjisor, nëse këta s'di me aktru, unë është e kod. S'dal filmi mirë. Po unë nuk e kam problem, unë e kam problem Kosova me kanë gjithë në kryet, nuk është me rëndësi. Unë kontributin tema kom dhonë si lojtar, edhe si zhvilluesi i bowlingut tash është koha me kanë arkitekti i suksesit të Kosovës, kështu që nuk jam as i selfishi që çdo sen kam qef veç unë kam qef me kry punën edhe hiç mos me dalë në skenë. Unë jam shumë i kënaqur kur lojtarët e Kosovës e ngrisin flamurin edhe i shtin të tjerët me respektu faktikisht një shtet që nashta pedim na dhe çfarë mendime kanë shpesh ata. Nejat Boshtraj ka komentuar në faqen zyrtare të YouTube-it, edhe po ja u lexoj, po thotë Naim, me bo me mri unë që të moment na i herë në jetë, le që kësha kajt, veç dejtë mu këshin shterë sytë krejt. I lumi ky burr çfarë fëmije pas ka rrit, ku shumë respekt për këtë familje. Nejat Boshtraj për ndrysh është një prej dëgjuesve të rregullt të Radio Dugaxhinit. Faleminderit shumë. E po ta shoh me lexuese e shkryti sapo shkryti. Na i thojm, unë i them Nejatit që mos me mu pas dhim të mu ka ula. Unë i kum tregu kësaj na nesërmit, thash i shara në pist, edhe kisha kajtë si thmi, qatë që më konë komentet e dëgjuesve të rregullt janë goxha me vlera, kështu që e falenderoj shumë për atë koment. Është një ndjenjë pa përshkrueshme dhe besoj që çdo njeri që e don shtetin e vet kish reaguar ashtu. Për shkak që ka qenë histori, ka qenë hera e parë kur u dëgjoi himni i Kosovës, edhe i falenderoj shumë. I vetmi person që i gëzohet suksesit ose kur arrin sukses më shumë se ai është prindi. Kërkosh. Normalisht po. Unë ju falenderoj për krejt emocionet që e keni treguar sonte në Radio Dugaxhini. Sigurisht emocioni tregon atë thellësinë e këtij suksesi që është arrit, është historik. Normalisht po.
Unë uroj që kjo është veç piknisje, edhe e di, jam I bindur që kjo është veç piknisje për suksese tjera që na presin prej ju. Faleminderit shumë. Çështë. I madhi Nusret. Janë këto ndjenja që besoj se ka qenë hera, por është një emocion I ri që e kemi përjetu, edhe besoj që ka me kalu një kohë gjatë derisa të mësumi me këtë ndjenjë. Besoj që ama është edhe rëndësishme me pa dhe njerëzit. Normalisht që po. Edhe herat e tjera kanë me qenë ndjenjë mburjeje dhe krenarie kur e shoh me Kosovën, po normalisht asnjëna s'ka më përjetu si herën e parë. Ja. Ta më puna me dualë çdo intervistë tash me koj. Sa e fitojna. Kaula. Ja, unë e mojta vetën. Po ne ju falenderoj nga zamra. Edhe ju falenderoj pas pari që na keni bërë shumë krenar edhe neve, se na në sport realisht kur e përcjellim sportin, sukseset janë ato që na bëjnë krenar kur I shohim juve nalt. Kështu që ju dëshiroj shëndet fillimisht të dyve, edhe uroj që vazhdoni rrugtimin që keni nisur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve gazetarëve që domethënë interesoni shumë edhe jeni ma kurioz për me I ditë arritjet e tona, edhe na jepni mundësinë me dalë edhe me u shfaq këto me tregu pak vetën, pse jo. Edhe që bani motiv për në rastet caktuar. Fantastike. Faleminderit shumë. Më keni bërë krenar definitivisht. Faleminderit shumë.